10 milion euro kushtojnë zgjedhjet e reja, të cilët do të sjellin rezultate parafërsisht të përsëritura dhe të cilët nuk do të sjellin zgjidhje për shkak se sërish nuk do ta kemi numrin prej 80 deputetëve për të siguruar quorumin në sallë. Unë edhe më tej besoj që zgjedhjet nuk janë të nevojshme dhe se është dashur të përpiqemi më shumë dhe sidomos nuk është dashur të refuzohet oferta jonë për bashkëqeverisje. Kur u refuzua oferta jonë për bashkëqeverisje, pra që Lidhja Demokratike e Kosovës ta ketë zëvendës kryeministrin dhe 4 ministri, në shpjegimin që vetëvendosja nuk duhet të ketë të 3 pozitat e larta shtetërore, atëherë ne bëm një ofertë tjetër për Lidhjen Demokratike të Kosovës, e kjo është që pozita e kryetarit të kuvendit dhe e nën kryetarit të kuvendit të pësojnë një rokad, ashtu që ose nën kryetari i LDK-s ose dikush tjetër për cilën përcaktohet LDK-ja zë pozitën e kryetarit të kuvendit, ndërkaq kryetaria aktuale e kuvendit dhe ushtruesja e detyrës së presidentit, zonja Albolina Agjiu, do të bëhej nën kryetare e kuvendit aty ku tash është pozita e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në këtë mënyrë ne do ta kishim edhe më tej qeverinë, nuk do të kishim zgjedhjet e panevojshme, por përveç kësaj Lidhja Demokratike e Kosovës do ta kryesonte legjislativin, do ta kishte kryetarin e kuvendit, ndërkohë që për kandidatin ton, Glau Konjufcën, ne nuk kemi kërkuar vot për nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ata vetëm le të votojnë si të duan, pra abstenim, kundër edhe për, por le të votojnë, sepse konsiderojmë që qasje shtetformuese, shtetndërtuese, progresive, është ajo në të cilën deputetët si të zgjedhurit e popullit e marrin të drejtën e tyre edhe si detyrim, si llogaridhënie, si përgjegjësi ndaj atyre që i përfaqësojnë, por njëkohësisht edhe për funksionimin sa më të marrë e të mirë të shtetit ton dhe të sistemit të tërësisë institucioneve të Republikës tonë demokratike e parlamentare. Por as kjo nuk u pranua, pra ishte një mundësi që të mos thuhet që të 3 kandidatët vinë nga subjekti vetëvendosje, edhe pse qartazi në rast të zgjedhjes kandidatit të lëvizjes vetëvendosje, në atë rast i zgjedhuri nuk do të ishte edhe antari i lëvizjes vetëvendosje, por megjithatë natyrisht do të vinte nga subjekti vetëvendosja dhe në fund do ta kishim një president i cili ka pushuar se qeni antari i vetëvendosjes, kryetari i kuvendit do të ishte nga LDK-ja dhe ne do të vazhdonim punën tonë si qeveri, meqense se nuk u pranua bashkëqeverisja e insistohej që vetëvendosja të mos i ketë të 3 funksionet. Dhe tash nuk kemi si çfarë ofertash të tjera të bëjmë më, në ndërkohë që as nuk u kërkua diçka tjetër prej nesh. Ju e keni dëgjuar edhe deklarimin e zëvendës kryeministrit të parë dhe ministrit të punëve të jashtme të diasporës, nën kryetarit të parë të lëvizjes vetëvendosje Glau Konjufcës, i cili ka thënë se unë tërhiqem nëse ka figurë konsenzuale, pra ne nuk e kemi pasur asnjëherë me çdo kusht Glau Konjufcën dhe nuk është e rastësishme që ne kemi propozuar Glau Konjufcën më pak se 30 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit, ndërkaq kundër kandidatën, deputetën tonë Fatmire Mulhaxha Kollçaku, kemi propozuar më pak se 3 orë para mesnatës ndërmjet 5 edhe 6 marsit. Pra, ne nuk kemi qenë asnjëherë të interesuar që të jemi total tek udhëheqja e shtetit në të 3 pozitat e larta, mirë po kur askush nuk sjell asnjë emër, ne ishim të detyruar që të ecim përpara si fitues të zgjedhjeve. Le të mos harrojmë që për herë të parë në historinë e Kosovës një subjekt politik i ka 51.1% dhe